Christian Shpendi vazhdon të mbetet një nga emrat më të lakuar në Serie B dhe jo vetëm për golat e tij. Sipas mediave italiane, janë të shumta klubet që po monitorojnë sulmuesin, duke pasur parasysh se Cesena do të ketë nevojë për disa sakrifica të lojtarëve që kanë treg në verë për të rregulluar bilancet. Shpendi është emri më i kërkuar dhe sipas Tutto Cesena, një portal pranë klubit, janë të shumtë ata që e ndjekin me interes dhe pritet të bëjnë një hap në verë për të siguruar transferimin e lojtarit. Parma dhe Lazio në Serie A, Palermo i Series B që synon të ngjitet në elit, West Ham dhe Crystal Palace në Premier League, apo edhe Al Sadd në Katar ku drejton Roberto Mancini, kanë hedhur syt nga lojtari. Vlera reale e kartonit të Shpendit përllogaritet rreth 3.5 milion euro dhe për këto klube, ky shihet si një okazion për të afruar një lojtar me potencial dhe me mundësi të mëdha përmirësimi. Ndaj gjatë verës, pritet që të ketë shumë negociata për transferimin e lojtarit, gjithmonë nëse Cesena nuk bën mrekullin dhe ja del që të shkojë vetë në Serie A. Aty gjërat do të ndryshonin plotësisht dhe për Shpendin do të hapeshin skenar të rinj.